Flamurtari në basketbol për femra po vijon me hapa të sigurt drejt një tjetër objektivi madhor, shpalljen kampion. Skuadra vlonjate kryesore nditjen dhe po demonstron një ecuri të qëndrueshme pozitive në këtë fazë vendimtare të kampionatit, duke konfirmuar pretendimet për titull. Në një moment kur sezoni po hyn në pikën më të rëndësishme dhe kanë mbetur vetëm pak ndeshje deri në përfundim, çdo sfidë merr një peshë të veçantë. Drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij momenti dhe kërkojnë përqendrim maksimal nga ekipi. Shefja e klubit Shumë Sportësh Elona Hasanaj është shprehur qartë për objektivat. Flamurtari synon titullin kampion dhe nuk ka vend për lëshime në këtë fazë. Ajo thekson se ky sezon ka qenë më i menaxhueshëm në krahasim me edicionin e kaluar, i cili u karakterizua nga më shumë vështirësi dhe rivalitet i fortë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se rruga drejt titullit është e lehtë. Përkundrazi, skuadra duhet të ruajë ritmin dhe përqendrimin për të përmbyllur me sukses kampionatin. Objektivi jonë, unë e kam thënë vazhdimisht, objektivi i ekipit Flamurtarit, i klubit Shumë Sport është se dalim kampion kombëtar. Jemi të sigurt deri tani, jemi në vend të parë absolut, nuk kemi asnjë humbje. Ekipi i Tiranës dhe i Partizanit ka ofruar në gjirin e tyre lojtare të tjera. Kampionati është në pikën më të rëndësishme. Kemi dhe pak ndeshje për të mbyllur fazën e dytë dhe startojmë pastaj për play-offin. Kampionati vështirë këtij viti? Deri tani, të themi vështirë, vjet ishte më i vështirë. Si vjet i kemi vënë përfundi që në fillim. Por fjala e fundit nuk është thënë akoma. Kemi shumë ndeshje të tjera. Sipas Hasanajt, ky është një nga ekipet më të kompletuara që ka pasur ndonjëherë Flamurtari në basketbollin e femrave. Përbërja cilësore dhe harmonia në lojë kanë qenë faktor kyç në suksesin e deritanishëm. Megjithatë, ajo thekson edhe rëndësinë e aktivizimit më të madh të vajzave vlonjate në formacion, duke konsideruar atë si një element të rëndësishëm për identitetin dhe të ardhmen e skuadrës. Absolutisht është ekipi më i mirë që ka pas ndonjëherë Flamurtari. Mendoni kështu? Po ne përpara se t'i ofrojmë vajzat tek ekipi Flamurtarit, i studiojmë ato që ne kemi mangësi. Dhe objektivi tjetër joni është në të ardhmen, që kjo do pak kohë, të fillojmë të luajmë me më shumë vajza vlonjate në formacion. Në këtë fazë të sezonit, Flamurtari mbetet një nga pretendentët kryesor për titullin dhe çdo ndeshje e mbetur do të jetë vendimtare për realizimin e objektivit. Me një kombinim të eksperiencës dhe talentit vendas, skuadra vlonjate duket e vendosur të mbyllë sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme.